Mundësi dhe dëshirat e ngjashme ndoshta kanë edhe shumë shqiptarë që jetojnë jo vetëm në Zvicër, por kudo në Evropën perëndimore. Ndërkaq se kthimi është i mundshëm dhe mëse i nevojshëm, këtë shpjegon edhe profesor doktor Blaku, duke potencuar rolin e institucioneve që do duhet ta kishin. Duhet që vendi i origjinës, këtë rast Kosova, të hartoj spakut një kornizë ligjesh dhe politikër, do thëmë, strategjike për joshjen, stimulimin e thithjes atij kapitali i cili është impozant. Do thotë kapitali i diasporës është një potencial alternativ i jashtëzakonisht i fuqishëm dhe i sigurt, i cili me një strategji, me një politik të kthimit, duke stimuluar, duke përkrahur kapitalin në projektet, qoftë në ekonominë e imtë, në ekonominë e mesme, në agrobiznis dhe në shumë lami tjera për cilët janë të kvalifikuar dhe kanë eksperiencë dhe pajisje punëtorët kosovar, do të bëshin kthesa në zhvillimin e Kosovës. Kosova ka nevojë për zhvillim. Tregut kosovar i duhet pothuajse gjithçka pos pompave të benzinës. Diaspora posedon resurset e mëdha humane e materiale. Shumë shqiptarë nga diaspora do dëshironin të kthehen atë dheun që kanë lënë pa dëshirën e tyre. Zvicra ka përvoja të mrekullueshme në zhvillimin e ekonomisë së vogël dhe asaj të mesme, dhe shqiptarët janë në gjendje që ato përvoja t'i sjellin në Kosovë. Tani është detyrë e qeverisë që politikën e saj ndaj migracionit ta shqyrtojë edhe një herë. Nëse viteve të fundit diçka ka lënë mangut, nuk është vonë ta korrigjojë. Ajo duhet të ofrojë ligje dhe programe joshëse për kthimin e qytetarëve të saj nga diaspora, sepse Kosova ka nevojë për ata, e ata dëshirojnë të kthehen në Kosovë, dhe kjo është shansa.